ku humben jetën mbi gjardhet të ri dhe të reja të cilët shkuan në një hajn festiv, mirë po fati tyre i zi ishte që me mjetë pyroteknike dhe ndoshta edhe shkak të rrymës humben jetën shumë të ri. Ne si televizion dhe ky panel ju shpreh ngushëllime familjarëve, solidarizohemi dhe ndajmë dhimbjen me familjarët e atyre familjeve që humben më të dashurit e tyre. Pos ngjarja sot ishte edhe një ngjarje e madhe edhe në Shqipëri, sepse Johan Pelushi u zgjodh kryepeshkop i Shqipërisë pas një kohe të gjatë komunizmi. Shqipëria vuante të kishte peshkop të vet, të kishte klerik të vet, shqiptar patëm janë llatosin nga Greqia, tani dha Zoti që ta kemi një nxënës të shkollës së Fanolit dhe Shqipëria dhe ortodoksët shqiptar të kenë kryepeshkopin e tyre me gjak dhe gjuhë shqipe. Përpos të ngjarje që është fest për mua dhe për gjithë shqiptarët ortodoks dhe për gjithë qytetarët e Shqipërisë, Beogradi po digjet nga protestat e mëdha, protesta masive, edhe këto protesta ne pak a shumë nështë do të diskutojmë. Në panel të ftuar kam sot 3 mysafir, të cilët janë mes të mi dhe janë mes të televizionit, por janë edhe njerëz që kanë kontribuar shumë për çështjen kombëtare. Këtu kam Shefqet Cakiqin, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe zoti Cakiqi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kam Vilson Përlaskajn, Vilson mirë se erdhe. Mirë se vjetëm. Po ashtu dhe ushtarin e ushtrisë shërimtare të Kosovës, njeriu i cili ka kontribuar jo vetëm me mjete financiare, por edhe me vetë, duke rrezikuar jetën e vet, duke shkuar në ushtrinë shërimtare të Kosovës. Zoti mentor Moshkola, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Ne mund të folim gjatë për shumë gjëra. Mirë po sot ne kemi fokusu më tepër do të mirë rreth zgjedhjeve të cilat dhanë një rezultat ku fitoi me 42.30% Partia Vetëvendosje, të cilës i urojmë sukses e i urojmë që sa më shpejt ta krijon edhe qeverinë. PDK doli si parti e dytë me 20% apo 20.95%. Për LDK do të flet zoti Vilson Përlaskaj, i cili do të na jep pasi që ka qenë edhe komisioner. Kjo mori 7.6%, ndërsa për mua çka ishte më e rëndësishme dhe që mund ta diskutojmë sot është çështja e listës serbe, e cila i mori 39.900 vota apo 4.2%. Zoti Cakiqi, si e vlerësoni ju në përgjithësi procesin zgjedhor në Kosovë dhe çfarë mund të na thoni? Unë e kam shiqur me simpati, do thotë gjithmonë edhe fushatën edhe përfundimi i zgjedhjeve është shku shumë qetë, është shku shumë mirë, gjë që na bën të jemi krenar. Dhe besoj që ashtu siç kanë shkuar, domethënë edhe procesi i fushatës, edhe procesi zgjedhor dhe numërimit do të shkojë edhe deri te konsolidimi ose formimi i institucioneve të Republikës Kosovës. Kjo pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje është një dëshmi e mirë që ata njerëz domethënë e njohin Republikën e Kosovës, edhe është një adut i mirë i politikës edhe i qeverisë edhe shtetit tonë të ardhshëm, si një pjesë e serbëve do thotë e njohin Republikën e Kosovës, e njohin zgjedhjet dhe kanë marrë pjesë në zgjedhjet tona. Kjo është diçka për me u lavdu. Për sa i përket ne si mërgjimtar, pak a shumë unë kam disa vrejtje, disa pakënaqësi se mënyra për shembull dhe regjistrimit na ka penguar se nuk kanë marrë pjesë sa duhet. Është një përqindje, tash nëse themi se dikon tek 40-50.000 vet votues nga Zvicra, ndërsa ne llogarisëm këtu se jemi dikon te 200.000 ose mbi 200.000 mërgjimtarë që jemi në Zvicër, e shoh një emete jonja ndoshta është mungesë e kësaj formës regjistrimit, jo me fotografi, jo me letërnjoftim. Unë kam dhënë edhe më herët propozim, edhe tash jep propozim që ish dash që në për konzulata dhe në ambasada, po dhe në për kantone më organizu më bo zgjedhjet edhe këtu sikurse që është në Kosovë me i bo edhe këtu më bo komisionert, përfasit diplomatike dihet se janë apolitike, s'pa ku ish dash të jenë apolitike dhe kishin mujt me lujt këtë rolin edhe komisionerve edhe në zgjedhjet e ardhshme. Dhe kisha pas një dëshirë që me marr pjesë më shumë, një përqindje më e madhe e mërgjimtarëve me marr pjesë në zgjedhje. Për shembull, jam i pakënaqur me numrin se
pak kem marrë pjesë numër, pak Do të thotë ju jeni pak kënaqur me pjesëmarrjen e Mërgatës në zgjedhjet në zgjedhjet, po. nacionale. Zotëri Përlaskaj, se një të kënaqur ju komplet me procesin zgjedhor dhe në veçanti me LDK-n pasi që keni qenë edhe vëzhgues në ambasadën e Republikës Kosovës në Bern. Fillimisht faleminderit Mark për ftesën. I përshëndes edhe dy shokë që morën pjesë në debat. Siç ta parafolsi, është e vërtetë që nuk është numri i të regjistruarve. Fillimisht e të votuesve ma vonë nuk është i kënaq. Tu e di që sa popullata, sa mërgjimtar jem në Zvicër, po gjithsesi unë kam qenë vëzhgues edhe në numërimin e zarfave në Zyrich, me 8 shkurt kam qenë edhe vëzhgues në ambasadën në Bern. 3 herë kem qenë në Zyrich, numërimin e zarfave, herën e parë kem qenë me 3 shkurt. A ditë veç që kem bën verifikimin edhe kem bën kontrollën që ku po shkojnë zarfat tona. Jem prit për konzullit shumë nderuam, zotit Vigar Berisha, një burr shteti shumë i zoti, na ka prit shumë mirë. Kem marrë pjesë gjitha partive. Pastaj me 10 dytit e kem bën numërimin e votave. Edhe i kem përcjell me bus. Në fakt, me 3 dytit i kem qu busin e parë, ku kanë shku 15.463 zarfa. Shumë kush ka hap dilema sa kanë qenë sigurta transporti. Për mendimin tem i kënaqshëm nuk ka qenë, po edhe shumë nuk ma merr mendja që ka mujë më ndodh. Është bën transporti jeni të sigurt që nuk... Jam i thirrën të besoj që na të gjitha votat, të gjithë zarfat i kem numëru, i ka numëru ata komisionerët e atë punëtorët e konzulatës edhe antarët e KQZ-s, disa kanë qenë. Në sytonin i kena mbyll. Unë i kam bo, si kur gjithë vëzhgues tjerë, i kena bo të gjitha fotografit, i kem dërgu ato fotografi punëtorëve tonë të KQZ-s në Prishtinë. Ata të njëjtat i kanë kontrollu. Nuk asnjë telefonat ose shkrim nuk ka ardhur që o hap në njëri prej thazëve. Me tretin është nis busi prej këtunit, ka shku për Stuttgart, e ka bën një lëvizje pak gjatë, arsyet nuk i di, po nesit mrama, simas gjitha gjasa, nesit mrama është shkon në Prishtinë. Pastaj është votu në për ambasada. Votimi në ambasada ka qenë pa asnjë ekses. Votat në ambasadë mbrëmje i kena mbyll, i kena mush protokollin, i kena bën nënshkrimin edhe janë mbyll një zyre. Tashtis që ka ndodhur gjatë natës, kërkur s'mundet më thonë diçka. Ne si LDK i kem verifiku numrat. Të gjitha dokumentacionit që është bën si në Zyri, ashtu edhe në Bern, na e kem nënshkru, e kem protokollu edhe ja kem dërgu antarit tonë KQZ në Prishtinë. Për gjona tjera unë nuk jam i thirrur. Zoti Mushkolla, ju se e vlerësoni komplet këtë proces, sa jeni të kënaqur? Fikspor ju përshëndes juve Mark, edhe musafirët e ju nderuam, njerëz veprimtar, dallon me mërgatën tonë në Zvicër, po ashtu televizioni juaj edhe teleshikuesit. Unë me procesin zgjedhor nuk jam marrë, për ta thënë të drejtën, por e kom shiku si çdo shqiptar, çdo mërgjimtar, kom pa gjana, kom pa mangësi që nuk më kanë pëlqyer këto zgjedhje, sidomos për ne mërgatën, janë bodo gjana që votat i kem pa tu bart në për stacionet trena, ne thash, nuk e di, shpresoj mos janë që tha dhe parafolsim, mos janë kesh përdor ato vota çajtat mërgjimtarve, po unë kisha thonë që ma mirë do të gjojnë një zgjedhje tjetër për votimin mërgat, është për shembull sistemi i e-mailit. E-maili në krejt botën është gjanë zyrtare, që mundet secili me votu drejt për drejt me e-mailin vetë emën mbi emën edhe me dhënat drejt për drejt me KQZ-n më lidh. Ajo do t'jetë
mënyra ma pastër që e Mali është sendi ma zyrtar në botë, që një gjithë kush. Aty që arrin KQZ-ja ta bën ato, se cili mund të voton nga shtëpia vet, s'ka nevojë mo në për Banehofa, në për me thase, pa thase, me kamiona. Mendoj me gjetë një zgjedhje ma të adekuate, se njerëz do po pritojnë me lëvizje mo Vetë fakti, se komentari këtë që vetë fakti se ne kemi në diaspor dikun 400.000 në Gjermani, dikun 250.000, po në besoj që janë ma shumë në Zvicër se 250.000, sepse qytetarë që kanë pasaporta zvicrore edhe nuk llogaritën këto në statistikat zyrtare, besoj që janë dikun në 300-400.000 edhe në do të 800.000 banor, nuk e kemi as 100.000 që janë regjistru, edhe të 7.000 janë regjistru, me gjitha votat gjatë 5.000 sa kanë qenë, sa një të kënaqur me këtë proces, si ju duket ju këtë proces. Zotit Saki që... Unë e shoh se është një pjesëmarrje e vogël e jonja në këto zgjedhje. Do thotë nëse kanë marrë pjesë 50.000, që po them 45.000, 50.000, pej 250.000 ose pej 300.000, do thotë i bjen as një e treta, më pak, shumë pak. Dhe kjo është ajo që i thashun e dhash pak përpara atë propozimin, po mirë e tha mentori, mirë, po është problemi që nuk kanë të gjithë email. Domthon gjeneratat e vjetra, për shembull ka persona në shumë njoft mërkimtar që nuk din me përdor internetin. Bile unë thash që kjo është edhe ajo mundësia jonë që puna që e bon, jo do të më regjistrua, jo do të me bo fotografi, jo me dërgu atje. Tëna këto e kanë kompliku edhe një farmyre e kanë bo të lartë pjesëmarrjen e gjithë mërkimtarëve në votime. Unë personalisht e shoh si zgjedhja më e mirë kishte qenë me organizuar zgjedhjet nëpër konzulata dhe ambasada, sikurse që bënë në Kosovë, me shkua ditë me votu edhe mu bo edhe komisione ato zgjedhore dhe numrimi i votave mu bo në Zvicër, drejt për drejt. Kjo i shkon e zgjedhja më e mirë dhe unë e shoh që edhe pjesëmarrja pastaj kishte me qenë më masovike. Kjo është shqetësuese se realisht ata 50.000 vetë që kanë marrë pjesën në votime, pa marrë parasysh cilin subjekt kanë votue. Unë mendoj që do t'i kushtonte qeverisë dhe shtetit Kosovës, sepse unë e di se me ligjet zvicrore edhe në përkantone mund të organizojnë. Edhe në përkantone. Në përkantone, por ajo është një kosto besoj shumë e madhe që do t'i kushtonte për më marrë një shkollë në Sengen, besoj që duhet 3-4.000 euro, plus vëzhgoste tjera, a ka mundësi dhe buxhet Kosova që t'i organizon zgjedhjet në këtë mënyrë, në këtë formë. Ne kemi pas referendumin, nëse ju kujtohet, në 82-ën, kur kemi bë referendumin, unë kam votu në Bashkall, dikush ka votu në Qeli, dikush në Bazel, ku ta di une, por atës kemi pas institucione. Sa do t'i kushton të Kosovës, a ka fuqin që ta mbulon ekonomikisht, ose materialisht Kosova një proces kaq të madh, me 800.000 banor gati sa ka dhe në Kosovë. Mendimi juaj, zotë i Wilson? Unë nuk e besoj që është problem kosto. Problemi besoj momentalisht, ose qysh unë e kam përcjell prej fundit gushtit, kur ka filluar fati i regjistrimit, e deri ditën e fundit të regjistrimit, që ka qenë 26 dhjetori, besoj, ashtu ka qenë. E tha shumë mirë që shumica e njerëzve më të vjetër nuk kanë email. Ka qenë problem. Fillimisht, po ma vonë nuk o bon që ju kim një mu, i kem ba për email atri. Kosto e votimit në diaspor nuk është e madhe për mos më ndodhë. është e madhe kur nuk fillon më ndodhë. Ma e madhe është dyshimi edhe mos pjesëmarrja në votime se sa vetë akti i pagesës. Nuk ka nevojë mrena një dite mu përfundu të gjitha. Po për pos votime që do të ishte mirë të bëhej këtu në vend, kish me qenë hala ma mirë mu bon numrimin në vend. Jo të bartën me post, të lojnë dyshime për hajni. Nështë asë një vot nuk është hupe, nuk o vjedhë. Po dyshimet të ekzistojnë. Po është rrugë është bon. I kemi lonë vend dyshimeve. Të shti për pos dyshime që unë dyshoj, edhe kam drejt me dyshu. Nuk e di sa kanë drejt këta që i kanë organizu këto zgjedhje, këta sa kanë drejt me dyshu, e na po i shohim që mas shumëti këta janë të dyshu. Deri sa, në ambasadën e Bernit,
kanë qenë të regjistruar 964 vetë. Kanë votu 703. Do të thotë 72.7% është votu. Si mas 72% që kanë votu në Bern, përmyt 80% kanë votu për vetëvendosjen. As një fjalë partia në pushtet. Kur u njehen votat e postës, aty ndryshoj pak sa qasja. Se këtë herë e këtë radhë, Ledekea u zgju për gjumit, edhe punoj shumë. Unë me shokët e mi në Olten, në region, kena punu shumë. E sikur unë kanë punu të gjitha në degët e në ndegët në për Zvicër. Mi u thonë drejt, kam hec, kam telefonu shumë, nëse më shlyp një këshillë e kam dhonë gjithkun, veç të votojmë. Në fund ditës mos më ka interesu për kanë votën. Më rëndësi është me edhonë votën. Minë kura ju votusit tanë që vota ju në këtë radhë nuk do të humbët. Do të numrohet. Ta shti dalin zonat që do të shkojmë në gjukatë, se pasan dalë 30% kanë votu. Këqëzoja i dha rezultatet dhe besoj që më të shkoj proces veç. Jo 24 orë kanë kohë, mas për djej ka dhonë, po kanë kohë, ata më do këtë 28 orë. Për ankesë. Si do qoftë, për mendimin tem, 4 vjetë kanë pas kohë mi organizu zgjedhjet. Kanë pas kohë me bo ndryshime. Para fillimisht u bo maj 55% që fake news, po duri njerëzit në rrugë. Janë probleme këto kur ndodhin qendër, e kur ndodhin shtetë tonë, për njerëzve që na udhëheqin, për ministrave, për kryeministit. Na im diasporë, na punojmë, kena arë këtu fillimisht me për i copë buk, ose me pështu kryt. Ta shti kena meti më mërgjimtarë. Jo, Valencyla, nuk jem gërnasha na. Na jetojmë një shtetë me dëshirë ose pa dëshirë. Po mu i mu këthuj, kur dojmë së në nalë kërkosh me lunë. Po ne duhet prapë mu këthuj në Kosovë edhe me fillu jetën prit zerës. Unë jam 35-40 vjetë gati këtu, edhe këta shokët e mi sigurisht e po ashtë vjetë. është e vështirë na me fillu jetën prit zerës atje. Edhe pse. Duhet mirë me kuptu na ku jem, po edhe ata që na udhëheqin duhet me na vlerësu pak ma shumë. Për me na vlerësu ma shumë, na duhet përpunu mirë. Nuk kem nevojë me i fyë, nuk kem nevojë me i shajt, po e drejtën e votimit, edhe pse jam me pasaport, me nështësi zvicrane, drejtën e votimit e kam. Edhe e shfrytëzoj çdo herë. Edhe i kisha lutë gjithë shqiptarët, shfrytëzojeni drejtën e votimit për me qenë nesër mas nesër të barabartë kur diskutojmë. Se mas shumëti jena të pas probleme me ata që nuk votojnë e nuk regjistrohen, pastaj thojnë nuk është u punu punë në Kosovë, po në Kosovë është u punu shumë. Okej, unë deshta veç në ndërhyrë këto një ndërhyrë të shkurt, deshta një ndërhyrë të shkurt, ne kemi pas të ftuar edhe zotin Haradin Gashin nga lista fitose, do të të lista Guxo dhe Vetëvendosje, do të të nga grupi i tyre, mirë po për shka që tina private, fatkesisht mungon sot, mirë po ne do të vazhdojmë emisionin, ne do të bisedojmë, kërkojmë djesë për mungesën e tina, por arsyet i dinaj ma mirë se ne. Zotit, do të kaloj një pyetje kaj tjetër, sepse vërtet ne mund të flasim shumë për zgjedhje, mund të flasim për ata që ka pas apo s'ka pas, dyshimet ekzistojnë, kanë ekzistuar që prej se ekzistojnë zgjedhjet e lira dhe demokratike në Kosovë ka dyshime, mirë po dhash Zotit që mos ketë pas keq përdorime dhe besoj që s'ka pas keq përdorime, sepse gjitha partitë kanë pas komisionerët e vet, veshgust e vet, dhe kështu që besoj që ky proces ka përfunduar, tani është çështja krijimi i qeverisë. Ne po hyna në një fazë kur bota është plesto të thëshën blohaj. Unë nuk po përdori këtë fjalë, po është pak e trazume për shkak luftës në Ukrainë, për shkak tjera gjëra, për shkak probleme me fqinjet tanë, sepse sot kemi protesta masive në Beograd. Zotit Cakiqi, si e vlerësoni ju komplet këtë situatë, a duhet kemi sa më shpejt qeveri dhe a pretni që të kemi një qeveri shumë shpejt? Jo, shumë pyetje me vend, është pyetje që ne si idealist
bisedum edhe ma herët na si idealistë, kryesisht mërgata edhe jemi idealista, se e duam Kosovën me idealat pastëta, se nuk kemi interes, se të ke fundit si mërgat na nuk marrim pjesë në konkurrencë, as në pagesa, as në financa, as në shfrytëzim të buxhetit Kosovës, na nuk e marrim. Prandaj edhe kjo pyetja dhe interesimi është me vend për situatën edhe kohën cilën jemi, na i dëshirojmë që Kosova sa ma shpejt i bën institucionet e veta. Edhe madje si idealista na kishim dashur që derisa ta kishim përfunduar që ciklin e pavarësimit të Kosovës, që të njihet antare në OKB, antare në Këshillin e Evropës dhe përfundimin e bisedimeve me Serbinë, të jenë të unifikuar, domethënë gjitha subjektet, një farë qeverie kështu, e gjitha subjektet këto po e shoh me synin tonë si idealist, si po them. Mirë po, realisht në politikë ka interesa dhe sigurisht atje nuk e bojnë si mas ne idealista, po atje kanë edhe interesa ndryshme. Mirë po, momenti tash që to është ajo pyetje që na do t'ja u bojmë me dje që jemi në momente kritike që ne do t'jemi të unifikuar, do t'jemi të bashkuar, do t'jemi t'i krijojmë institucionet edhe përfaqësuesit tonë, edhe në bisedime me miqtë tonë, po edhe bisedimet me Serbinë të jenë nivel të duhur dhe të jenë me kohën. Kjo është pak a shumë po them edhe pe një synit idealist. Mendoni, është momenti ideal që të kemi një qeveri më të fuqishme, apo do të krijojmë një qeveri të minorancës, ta them vetëm numra, aty kemi gjatë një dhe të krijojmë një qeveri. Cila është ideja ju, cila do të ishte më preferuar për ju? Unë si ide kom edhe shoh si të arsyeshme që vetë populli, vetë vota e qytetarit e ka tregu që ne duhet bashkohem gjitha subjektet. Nuk kem mundësi vetëm të bëjmë qeveri, populli e ka tregu me votë që ne duhet bashkohem, t'i lojmë interesat që tha Shefqeti, shumë drejt pat, t'i lojmë gjonat private, personale, interesat politik, ta qesim interesin kombëtar për para, edhe t'i lojmë bryllat njëri me tjetrin, të afrohem sa më shumë, kem bëj përfundimin me një agresor, që tash kem fatin që ka ardhur Trumpi edhe besoj që do të mbyllet çdo gjë për çështjen e Kosovës me administratën e Trumpit. Nuk do të vanon edhe do të merret edhe Kosova. Ne duhet me ditë si popull që ka më konë një proces më i rëndë, sa më të bashkuar, i qëndrojmë më mirë armikut. Sa më të përnda, sikur thuprat, si ka thonë Skënderbeu, mi bo bashkë, nuk theja. Unifikuar dhe më të fort. Zoti Përlaska, ju çfarë mendoni, a do të kemi një qeveri të minorancës apo një qeveri pak më të madhe e cila do ta çon është edhe mandatin deri në fund? Po e thanë Shefqeti mentori shumë mirë, populli ka thonë diçka, ata po duhen na pa gjithë bashkë. Po kanë problem. Unë besoj lideri jeme ka shumë problem me bo diçka të tillë, të u kthy mrapa pak le ta rregullon qeverinë kryeministri. Ati nuk i duhen hajvanatat. Për me kriju qeveri e cila do të ishte stabile, edhe e lyp koha, kish me qenë ashtu që shpëthot mentori, me të vërtet, me qenë gjithë bashkë, me kriju një qeveri stabile, jena në kohë trubull tashtë. Është një problem, ardhja e Trumpit e ka ndryshu politikën globale. Ai nuk pët dy herë. Kryeministri jo nuk e di ku e ka nisë me këtë gjungë të rejtjes, po nuk ka me përfundu mirë. E fatkeqësisht, nëse ai nuk përfundon mirë, nuk përfundoj masna mirë. Unë besoj, vetëm kështu po ndërhyj pak, unë besoj se ka qenë kohë fushatë dhe në fushatë kanë herë dhe fjallët janë pa... Mas janë kry votimet, zgjedhjet, numërimi, ai ka dalë me hajvanatën. Okay. Janë shumë problem. 20.000 votat diasporës për Zvicrë. Me post. Cilat 10% i shpallën të pavlefshme. Ka qenë komisioner dhe gjitha partive. Këtë në regull, nuk jam të fajsune vetë vendosim. Nuk jam të fajsu le dekenas, pe dekenas a oken. 10% pavlefshme, kjo të regon diçka tjetër. Jo, pse është bëhe pa drejt e aty në 10%. Po,
sa janë të përgatitur në diaspora me kry një punë tillë. Për my, A ju besoni se diaspora nuk ka ditë me votu mirë? nuk ka ditë me votu mirë se nuk kanë pas informata të mira. Për my, 5.000 vetë na kanë emëruar, na kanë ardhur me votu, na kanë thirrë se jam këtu muj me votu, se kur i kanë bërë fotografimet, e kanë bërë një fotografim gabim, ju ka ardhur mojli që atë majtë se ja ka hap dikush në ideal aty në njerëzve, e ata nuk kanë ditë me paveç kanë menuar që është pranu, kur orë puna me dalë zarfa, ajo deftesa, nuk ka dalë se ata kanë thonë me bon dhe i herë që nuk ka dalë fotografi e mirë, ka qenë e turbë. Janë kondo gjona tima e cilat e kanë zvoglu numrin e pjesëmarrësve në votime. Kjo është një gjë që të lënë shumë për dëshru. Ku ishtin gjithë ta punëtorët të KQZ-s? Kthena në pyetjen e parë. Këtu nuk ka të bëjë me pare, se s'ka pas pare, ose do të na kushton të shtrejt të kryeni këto punat që po i lyp zoti Sakiqi. Këtu është një punë e neglizhencë ose mosdijes. Mu më vjen shumë keq. Fillimisht vëzhguesit dhe komisionerët e LDK-s nuk janë zgjedh ata që i ka propozuar kryetari jam. Në pyetje këtë pak të ndërhy. Do të thotë LDK-ja ka propozuar dhe ata nuk janë pranuar. Kryetari jam, zoti Gjukaj, e ka dërguar emrat, kanë dënë me pas vëzhgues dhe komisioner. Të njëjtën gjë ma ka konfirmuar Mentor Shehi prej Cyrit, që i kanë dërguar emrat, kush me qenë komisioner, nuk i kanë zgjedh këta që i kemë dërguar në emrat. Ne na kanë ardhur komisioner ad hoc, njerëz që i kemë njoft, kanë qenë edhe ata të LDK-s, por nuk janë shkuar sipas hierarkisë. Kush i ka bën atje në Prishtinë, nuk e dim. Nuk është Unë jam të thonë punëtorët e KQZ-s, pa morë parasysh cilës parti. Po të kuptoj. Ata dikon janë të homër një pjatë. Gjitha partit. Të më dukë një farë... Dishka u bon këtu. Këtu u boni një levizje e cina mu ju ka shtetsu ju si... Bukur shumë. Edhe lindjen dyshime pas taj. Bukur shumë. Komisionerët. Na u ka thonë fillim që komisionerët kanë mu shkollu. Kanë me morë, me ditë pëse është ka komisioneri. Unë kam shku në Cyria ditë si vëzhgus, kur s'kam ditë çfarë roli ka vëzhgusi. Të jem për a mendu se vëzhgus, kam me vëzhgu, asë një gjamë shkrim s'kam pas. Komisionerët një ditë para votimeve, kanë shku në Bern, e kanë morë një farë, i kanë këshillu pak se si këshillu, si komisionerë shka do të me bo. O shumë pak kjo, shumë mangët. Janë gjona që kanë ndodhë, e kërkush se kanë ngritë zonin. Një telefonat kërë bajshim Prishtinë na, ishën tepër të stresu. Për shembull, ka qenë mungesa komisionerëve dhe kësaj të partive tjera, po çfarë është në pyetje? Verifikimi të veç verifikimi, as këtu ka qenë njerëz të lajmëruar. 19:30 natës më thonë, nesër 9:30 do të pëlqen sërimi një votat. Janë gjona këtu që kanë ndodhur e nuk kisha pas dëshirë më ndodh prapë. Janë gjona që janë vrejtje shumë e vend dhe shumë po pëlqen që po më në fund po del dikush dhe po thotë opta se diçka nuk ka funksionuar. Dhe kjo është mund të kesh se ti shkon veç diçka, mos po funksionon, i shkon shumë mirë, se i shkruaj mirë. Po shumë çka nuk ka funksionuar. Nuk ka funksionuar, mund dhimen shumë ata deputet partisë teme, mas shumti mu kanë dhim njerëzit që kanë ardhur aq shpesh për i Prishtinë, zoti Haliti, zoti Çuni edhe zoti Zemaj, kanë punuar shumë me ne. Në çdo vikend kur i kem thirr, ata kanë qenë këtu. Na kanë informu, na kanë uzu, na kanë lut, mos më bë padrejtësi, më shku drejt. Okay. Komisionerët e tyre atje nuk i kanë funksionuar. Toto është çështja juaj e mbrojtshme, po jo jona, komisionerët e KQZ-s. Po, jo vetë të kesh, asnjë s'ka funksionuar. Nuk e di për partit tjera, po unë sa di edhe PDK-ja për shembull. Njëjtat vrejtje kanë pasur ditë në Bern. Gjitha partit. Gjitha partit. Okej. S'jam të folur tash veç për veti, më kanë pasur zoti që zgjedhët tashmë, mbas se ka qenë edhe për herë parë, ndoshta është edhe mungesë e përvojës, janë mungesë edhe institucionet e Kosovës nuk kanë bërë zgjedhje kështu në fizike jashtë. Po është sistemi komplikuar, por besoj që kjo është Mark janë nisë me fjalë të vjetra aty, do të thonë një fjalë vjetër. Është një fjalë vjetër, thonë njëri të kish vdek baba, ai shkon mërzit shumë. E i thatë, mos u mërzit për burë se të ka vdek baba, se së bonomi baba në teston, dhe mos u mërzit, o për burë tha së më ka vdek baba kur. Po tha kërkuj si vdes baba 2 herë për burë. 4 vjetë këra pos ku mu përgatit për të zjedhi.
E para parti, mas lufte, që pat kohë 4 vjetë. E që mandatën dhe në fund. Edhe në zonën krejt, nuk, kjo nuk është arsyetim. Po ne kem të... Se dënë mi arsytu pak për shef me balancu, po... Jo, nuk është unë balancime, është që është arsyetim. Po mërgoj është munges në shtë edhe përvojës edhe gjitha gjona që janë bo bashkë, po dhe është zote që herën tjetër, por ne kem të çështja e Trumpit, sepse mendoj që na mundë me folë për zgjedhjet edhe shumë gjatë, më vje keq për nëse ka humbë edhe qoftë edhe një gjysmë votës, jo një votë komplet, por nëse duhet dikush më anku, unë mendoj që partia Fjala ka pas më shumë të drejtë më anku se shumë lista s'ka qenë emri saj fare i regjistruar mos e ikpotën. Edhe kështu që ata kanë pas më shumë të drejtë nëse duhet dikush. Sa i përket procesit zgjedhor, ne këtu po përfundojmë, por desha më dal nga Amerika sot na erdhi një lajm i mirë. Johan Pelushi vjen nga Amerika dhe bëhet kryepërshkopi i Shqipërisë. Zoti Cakiqi, ne dim që ju e përcjellni jashtëzakonisht shumë këto lëvizjet edhe geopolitike, por edhe këto lëvizje që nuk fliten shumë. Si e vlerësoni ju zgjedhjen e zotit Pelushi si kryepërshkop i Kishës Ortodokse autoqefale shqiptare? Unë e kom prit me simpati, duke ditë se vjen prej shkollës Fan Stiljanolit, edhe në një farë mënyrë këtë periudhën prej viteve të 90-ta deri tash që ka udhëheq Janullatosi, një prif që ka ardhur nga Greqia. Në një farë mënyrë komuniteti ortodoks ka qenë sikur me një farë të ndjen një farë fajësie. Tash, pasi që ka ardhur në kryet sajna, të kryet autoqefalisë Kishës Ortodokse shqiptare, ka ardhur një shqiptar edhe një shqiptar i shkollës Fan Stiljanolit. Besoj që komuniteti ortodoks do të jetë ma i kënaqur edhe ma fytyrë hapun edhe ma i qelë, si sa periudhën kur atë kishe ka qeverisë se ka sundu Janullatosi që ka qenë një prif një farë mënyre imponum prej Kishës Ortodokse greke. Dhe unë e shoh si pozitive se bashkëpunimi jo ndërfetar, ndërmjet komuniteteve gjithmonë ka qenë i mirë, po kjo veç edhe rrit edhe ma shumë atë bashkëpunimin edhe vllazërinë dhe respektin ndërsjellë ndërfetar të ne shqiptarët. Kështu që e shoh me simpati edhe me kënaqësi zgjedhjen e zotit Pelushi në krye të Kishës Ortodokse shqiptare. Përpos zgjedhje së Pelushit se kryepërshkop, ne kemi edhe zgjedhjet në Shqipëri. Edhe është pyetja për të tretë, por po nisim me mentor. Fazim jo ta mentor se në shok edhe nuk është mirë kur thirrna ne. Po. Shumë rregull. Janë zgjedhje në Shqipëri dhe zakonisht kur kemi zgjedhje në Kosovë ose në Shqipëri, gjithë kombi shqiptar është në formë pret rezultati, pret diçka. Ne gëzohemi kur fiton dikush në Shqipëri se kanë në simpati. Mirë, po pyetja ime është, a do të ishte mirë apo si do të vlerësoni ju nëse një kandidat ta marrë s'ka lidhje në cilën parti, në Partinë Socialiste apo në Partinë Demokratike apo Partitë Republikane në Shqipëri apo diune, që të kemi edhe kandidat nga Kosova spaku në aspektin e një farforme të bashkimit kombëtar të shkohet në ta që të kemi kandidat nga Shqipëria në listat e partive politike të Kosovës, për shembull të marrëm partitë e djatha, ata kanë një kandidat aty, edhe njëjtën gjë ata kanë edhe në Shqipëri. Si e vlerësoni nëse do ta kishim një deputet në parlamentin e Shqipërisë nga Kosova? Është një pyetje edhe një ide shumë e mirë edhe rrallë, shpresoj që të vjen veshin e politikanëve si në Kosovë, gjithashtu edhe në Shqipëri, që ne me këtë lidhje mund të afrojmë gjanat, të çojmë njerëz nga Kosova në Shqipëri, kandidat nga Shqipëria në Kosovë dhe në Asjeltas dhe nga vise tjera shqiptare, që të afrohem ma shumë si kom. Nuk kem nevojë me bo barjera politike, po të afrohem një parlamenti vendi oda ku folin populli, ku folit fjala popullit, burrat, edhe aty dalim me veprime, edhe jo me fjalë kota dhe fyrje në parlament, po të afrohem ma shumë si kom. Shumë ide e mirë edhe përkraj këto. Zoti Përlaska, ju çfarë mendimi keni për këtë spakut kemi deputet, kështu të kemi, pse mos ketë në listën e Partisë Demokratike të Shqipërisë dikon që është i djathtë në parime në koncepte politike ose në socialistë. Ose s'ka rëndësi cilën parti, nuk po them, po mos e që janë partisë motra për DKJ dhe LDKJ, të prata është kështu pyetjen. Shqipëria është shtet anë joni, shtet i ëndrrau, po shtet tjetër, shtet këshi. Nëse ka kosovarë që jetojnë në Shqipëri,
i ka rëndësit shqiptare, kësha pas shumë dëshirë me pa në një për këtyrën atje. Na shkajna në Kosovë, t'i përvedin mangët edhe punojmë në vend tonë. Nuk mujmë na minimu Shqipërinë prej Kosovë. Edhe nëse zgjedhëm deputet që s'ka shansë mu zgjedhë, ta shtikim pas na zgjedhet kantonalet edhe në Zvicër. Kem pas shumë kandidat shqiptarë. Fatkeqësisht asnjë s'ka ecë para. 2-1 në shtu kantonit tem që janë konë, që shumë pak kanë morë vota, se nuk këna dalë me votu. Mirë kësh me qenë me pas Shqipënisë. Po ti të folë për fonton dëshirash. Ja, është vetëm ide, nuk është mund të realizohet. Sepse ka shumë qytetarë të Kosovës që kanë në shtetësinë e Shqipërisë. Dhash zoti mos përzihet politikanë tonë, mos përzihen zgjedhjet tona. Jo, nuk mos t'i damtojnë. Nëse synimojnë bile mos t'i damtojnë. Jo, unë mendoj nuk mendova në atë aspekt, unë mendova që dikush që jeton e punon në Shqipëri që është me origjinë nga Kosova. Kish me qenë shumë mirë. Edhe dikush që jeton për shembull në Prishtinë në shtetësi kosovare, që ka dy shtetë se unë po e tham në mendim temin që kam pas kur jam punë shumë i ri dhe kam pas si ëndër dhe dëshirë, kam pas dëshirë që shqiptarët e Preshevës, Pojanovcit, Kosovës, të Malizi, gjithë ta keni senat përbashkët ku do të merreshin vendime gjithëkombëtare. Jashtë partive, jashtë këtyre lokale. Do të ishte mirë që të keshëm një senat ku njerëzit do të zgjedheshin në gjitha regionet e veta, por kjo është dëshira ime, nuk di sa mundet më realizu. Kjo do të ishte mirë që ta keshëm një farforme të fillimit bashkimit kombëtar përmes gjëra tjera. Unë jam më shumë interesuar me kriju projektet përbashkëta. Shqipëria dhe Kosova me kriju projektet përbashkëta që me realizu. Jemi që sa vite e dim që na mungon, sikur sa autostrada që kemi bo me shumë mund, qa që na mungon Hekurudha, mu lidh me Hekurudh nga Fush Kosova deri në Durrës, e prej Fush Kosovës mu lidh pastaj me Nish, Kragujese, me dalë në Zagreb, në Ljubljane, në Vjenë, është vitale për neve. Unë shoh ma me interes janë projektet e ndryshme, me lidh edhe na lidhin bashkimi kombëtar e shoh që ashtu, me ndërtimin e autostradës, me ndërtimin e Hekurudhës, me ndërtimin e projekteve mësimore, abetarin e njëjtë, sistemin shkollor të njëjtshëm, bashkëpunimi i akademisë, shkencave, shoqatat e ndryshme humanitar, gjithë ato, ai bashkimi që shtu në qëto më projekte, unë e shoh ma shumë është i realizu shumë se sa në një bashkim kështu me pompozitet ose dhe veç me fjalë. Dhe unë e shoh që këtu kena mungu, sidomos në projektin e Hekurudhës, unë për shoh si kemi qalue dhe jemi një farë mënyre vetëm premtime me fjalë dhe nuk himën veprimen konkrete me realizu, dashtë moti më konë realizu maj projekt. Dëshira është e madhe, por unë mendoj që me hapjen e autostradës kombit ose rrugës kombit, edhe rrugës Ibrahim Rugova që lidh Shqipërinë dhe Kosovën, është bërë një punë shumë e madhe dhe do të mi falendëru dy qeveritë atëhershme që kanë bërë një projekt tillë. Mirë po nuk është mjaftueshëm, unë e di që është mjaftueshëm, mirë po shumë njerëz thonë që Kosova dhe Shqipëria do të jenë në u bashkë, edhe atje do të bashkohemi. E për atë arsye unë kam pas dëshirë që ne të kemi ligjet e përbashkëta. Ligjet i banë kuvendet i Shqipërisë dhe i Kosovës, kështu që të keshëm, por kjo është dëshirë dhe nuk po flasim për dëshira, po ide. Ide edhe shumë e mirë. Ne në Zvicër jetojmë, ka përfaqësues kombit shqiptar në komunat që folin fjalën e qytetarët shqiptar që kanë ndjenë. Domethënë edhe kërkojnë të autoritetet zvicrane. Pse të mos jetë njën nga Kosova në parlamentin e Shqipërisë që të jep atë idenë e Hekurudhës për shembull. E njëjta, një e Shqipërisë të jep një ide për telekomunikacionet. Po, aty do të afrohet kombi. Unë mendoj që është shumë ide e mirë edhe besoj se vetë kombi shqiptar do t'i voton ata njerëz, si të Kosovës, si Shqipërisë në Kosovë. Po ne nuk e kem bërë këtë provë. Nuk e kem bërë, thash zotë që është mirë. Ne zakonisht e kritikojmë. Ta afrohem në mes veti. Po, kjo është një formë e komunikimit dhe bashkimit, por tash ndalmi pak edhe të marrëdhëniet ndërkombëtare, sepse vërtet ne kemi nevojë për meq. Ne kemi nevojë për një Kosovë demokratike, i cila është dhe duhet të jetë qëmoti anëtare e shumë organizata. Nëse Kosova arrin antarësimin në Këshillin e Evropës,
Apo unë do ta shtoj pyetjen kështu, cila është rruga më e lehtë për marrë Kosovën deri te antarësimi në Këshillin e Evropës, cila është ideja juaj zoti Cakiçi? Edhe apo bëna mjaft? Ne kem pas shans diku në 2015-16, atëherë kem pas shans me u bë antar të Këshillit e Evropës, mirë po problemet e mrenshme, kauzat e ndryshme, mas pari ka qenë kauza për pakon e Ahtisarit, u bë shumë e madhe. Pastaj erdhi kauza për asociacionin, për demarkacionin me Malin e Zi, edhe ajo na ka dëmtu shumë, na ka kthy mrapa. Do thot ka pas shansa, po të mos ishin këto probleme rreth mohimit pakos Ahtisarit, e pastaj lindjen e problemit për demarkacionin me Malin e Zi dhe djegja e kuvendit e problemet që janë bë, edhe tash prej 2015 deri tash jemi, domethënë, hala nuk kemi hi në Këshillin e Evropës. Antarësimi në Këshillin e Evropës, a di çfarë fati ki shpru Kosovës? Investimet e kapitalit huaj edhe biznisit huaj nuk vjenën në Kosovë për shkak se nuk e ka sigurinë e gjykatave. Do thotë, në momentin kur ne ishim antarësu në Këshillin e Evropës, atëherë gjykata e Strasburgut i shkon garantuese e kapitalit edhe pjesëmarrjes së bizniseve në Kosovë. Për tash, ngurrimi i investitorëve dhe investimeve prej Evropës, prej Zvicrës dhe prej shteteve tjera është pikërisht për çeta. Pse? Nuk janë kapital, nuk është i garantuar me gjykatat tona vendore. Po të ishim na në Këshillin e Evropës, 10 fish do të ish, ose ma shumë do të ish investimet edhe kapitalit edhe prej Zvicrës, edhe prej Gjermanisë, edhe prej vendeve ku jetojmë na. Pra, ekziston ajo mundësia, jo veç kapitali joni shqiptarëve këtu, mirë po dhe firmat ku shqiptarët punojnë me i lidh me firmat në Kosovë dhe me investimet në Kosovë. Mirë po, pëmëri që ato është unë bile ka njerë që të e shoqë më e rëndësishme është na mu antarësu në Këshillin e Evropës, se sa me hi antarë mu bë antarë e NATO-s. Megjithëse e mirë është edhe ajo, se punë e sigurisë, po për interesa ekonomike dhe politike që na kishte qelë dyrën në tarmen, ka qenë antarësimi jo në Këshillin e Evropës. Zoti Përlaska, ju çfarë duhet me bë Kosova për më bë antare? Ne zoti Cakiçi përmendi demarkacionin, përmendi probleme tjera, kauzat, të cilat ndoshta edhe kanë pengu, por çfarë duhet me bë natë që hiç kisha pas çka më shtu këto, çka tha, mos të përsëritem, duhet me kry detyrat e shtëpisë. Duhet me punu, me rregullu marrëdhëniet me shtetet fëqinje edhe me Amerikën. Ke marrë për më duket jemi pikën zero. Ne duhet mu zgju. Jem ma pak se 2 milion. Nuk o me si botës Kosova. Nuk ka ku Kosova më morë veç me ne. Bota veç me Kosovën. Problemet janë gjithandej. Sa shpejt po dënë Amerika me kry problemet me Rusinë dhe Ukrajinën. E po dojmë u morë na me jo vi, jo zvi, jo nuk shtrina, jo nuk bi. Duhet me qenë shumë sinqert me vetë vetën. Punojmë, drejtojmë gjonat tona në shtëpi tonë, pastaj shtëpia është dera e shtëpisë tonë është e hapur për mikun. Të ruajmë mesh që kemi krijuar me fort mund, edhe na u kanë ndoftë shumë vjet me kriju gjithë ta mesh. E të ruajmë mesh tanë, e jo t'ju nënshtrohem, sa ata s'kërkojnë mu nënshtru. Ata kërkojnë bashkëpunojnë me ne. Zoti Mushkolla, ju si e vlerësoni apo si e shihni çfarë duhet, cilat hapa do të ishin më konkrete, që vërtet është mungesa e Rusisë në Këshillin e Evropës. Pse që Këshilli i Evropës është edhe gjykata e Strasburgit, janë edhe shumë gjëra që lidhen njëra me tjetrën, cili do të ishte hapi konkret ose çka duhet me bëna na që vërtet të ketë përpara. Ne faktikisht duhet plotësisht pajtohem me parafolësit e mi që bashkëpunojmë më shumë me institucionet e Evropës, me shtetet mike të Evropës, cilët na kanë ndihmuar çdo kohë, të jem më vigjilent, kem kujdes në politikën ndërkombëtare, mes ta shohim politikën ditore vetëm në interesat tonë ditor, po ta shohim më larg pamës, edhe ti ruajmë miqtë tonë me të cilët kem punuar që shumë vite, ta ruajmë atë frymën edhe të tregojmë si jam evropian, largohem nga idetë dhe drejtimet e gabueshme që po marrim nga njerë
edhe drejtimin e lindjes, aty nuk na vjen ajo temë hiç. Ne duhet më shumë nga Evropa, ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe jem as i populli. Duhet mundone shopi për sheqerit, si kanë thonë vjetrit. Zoti Caki që ardha e Trumpit e ka shqetësu botën demokratike në një farë mënyre, por kemi pas edhe pro dhe kontra. Çka do me thonë për Kosovën zgjedhja e Trumpit president në Amerikë? Ne jemi 1 milion, jemi një bek i Amerikës, pse na ka kriju si shtet, na ka mbështetë si shtet, po na mbështet edhe sot, çka do të thotë Trumpi, sepse shumë zona ka në Kosovë që frikon. Unë e shiqej është vullneti i popullit amerikan, na kemi përvojnë një mandat ka qenë, gjatë mandatit ti na kem pas raporte dhe marrëdhënie të mira, bile gati në përfundim të mandatit ka pas edhe marrëveshje dhe hapa konkret për më na ndihmu, konkretisht, kështu që unë nuk e shoh me sy as dëshpërimit, as dyshimit, është vullnet i popullit amerikan, edhe unë besoj që bazat e shtetit edhe interesat amerikane nuk ndrojnë aq shpejt me ndryshimet e qeverive ose kryetarëve të shteteve atje. Unë e shoh se Trumpi vepron me logjikën e një sipërmarrësi. Edhe logjika e sipërmarrësit është, domethënë, investon, ndërton edhe krijon. Edhe një farë mënyrë sikur me atë ligjin, nëse ti nuk je në gjendje me për të përcjell ligjet ekonomike, realisht i mundesh me shku te vetëdështimi. Unë e kam një shpresë që na nuk do të shkojmë ka vetëdështimi, me funksionalizimin tonë dhe me funksionalizimin e shtetit Kosovës, na do të gjejmë dhe do të jemi partner edhe të qeverisë edhe të presidentit Trump. Pa ndonjë problem. Zoti, për Laska, ju si e sheni zgjedhjen e Trumpit, pasi që ka zona që nuk është zgjedhja është më mirë që e kanë dëshiruar disa njerëz në Kosovë. Paraprakisht e patëm 4 vjet Bidenin, mikun më të madhin që ka mujsh Kosova me pas si president. Për 4 vjet, e kam thonë herën e kaluar më duket këtu në studiot juaj, për 4 vjet qeveria jo nuk më rrini një herë me qenë në shpitbart. E patëm mikun më të madh gjithakohë. Tashti është Trumpi. Si evropian nuk e kem dashur. Pra afërsisht asnjë shtet nuk e ka dashur se ka pas fort simpatizant, po amerikanët e dojnë. Unë kam shumë familjar në Amerikë, dhe ata janë gëzu fort që është një punëtor i madh dhe Amerikën e shën para. Edhe ne komë na dërgu shumë përpara se ky vepron shpejt. Kur nuk du me besu edhe s'moj me besu që është i padrejt. Edhe kur s'moj edhe s'du me besu edhe s'ka më ndodhë që mja bo Kosovës najt padrejt. Nëse dikush i ban Kosovës padrejt, jem veç na. Muj mi bo vetë vetës padrejtësi, tu i mos i kry detyrat tona. E thash edhe ma herët e përsëris edhe herë. E vetë mja gjonë që ne na kam betë si Kosovarë, t'i krym detyrat tona, edhe të punojmë shumë për shtetin tonë, që ka nevoj ma shumë se kur. Gjithmonë ka pas nevoj mu punu për shtet. Po tash të jena një udhkryq i cili me të vërtet për shumë shtetet botës është të lanë për dëshiru ka jem të dashtë. Qa përdojmë na me bo? Kun? 60 ditë po thojnë tash edhe 60 ditë mund mos mu kryu qeveria. A kem në atë loks? Me metë shteti pa... Trumpit absolut nuk i frigona që nuk kam që me i frigu asun as nasi komp. Nuk e ka bon as në gjotë keqen. Hapin matë madhe ka bon pak dit pa kry mandatin e vetë, në zyrët vetë e thiri kryeministrin ateshëm Abdullah Hotin, edhe e bonin njohin matë madhe që ka ndodhë Kosovës për Izraelit. Trumpi e boni, me një telefonat. Shumë e vërtet kjo, por edhe... Ju parasyve aty prezent. është marrëveshja Hotit, që ka bon shtëpinë e bardhë, është marrëveshja vetme dhe para, nështë edhe dash zoti mos jetë e fundit, që në nëshkrohet që shtëpinë e bardhë nga një kryeministri i Kosovës. Dash zotis që shumë shpejta kemi kryeministrin ashëm, kur do qoftë, ai që do të zgjedhet kryeministri, nuk e di kur zgjedhet, por sipas gjitha gjasa partia fituese është partia vetëvendosje. Dash zoti që ta bën sa më shpejt qeverinë, sepse vërtet nuk e kemi luksin, por zoti më shkolaj çfarë thot Trumpi, zgjedhja e Trumpit për ne.
Mendimi ju, personal, nuk e do kërkuar. Personalisht po foli këtu, as në emën as një subjekti, Jo, shoqata, as kur gjë. Faktikisht unë Trumpin edhe mandatin e parë kur i ka humbë zgjedhjet unë jam kon pro Trump, edhe jam kon edhe tash, edhe do të jem. Çdo herë që Trumpi që tha edhe parafolsi i pren gjonat ashtu që duhet edhe drejt. Nuk kanon, është një burr, edhe atë që zgjedh Amerika, dije që për kombin shqiptar nuk o kesh. Na historikisht nga Amerikanët kem pështu, nga presidenti Wilson deri te Trumpi. Edhe besojnë Amerikën, besojnë popullin Amerikan, nuk kem shka shikojmë na me dyshim atë që e zgjedh populli Amerikan. Ne vetëm duhet ta përshafojmë idenë e tyne edhe zgjedhjen për zgjedhjen e popullit Amerikan. Unë jam pro tyne edhe pro Trump. Zotit Sakiqi, cili është varianti e koalicionit mundshëm në Kosovë? Po në thash shumë varianta, bashkimi i partive të mëdha, bashkimi me pakicat, me dimi ju cili do të ishte cili është versioni më i afër. Unë e thash edhe pak përpara, mendimi jam është mendimi një idealisti. Do thotë ne mbështetemi pa ndaj interese dhe pa ndaj përfitim, se ne tek e fundit si mërgjimtar nuk përfitojmë cili do qeveria, çfarë do koalicioni që t'i shba. Unë thash që ish dash deri në përfundimin e procesit edhe rrumbullaksimin e pavarësisë Kosovës, që Kosova më qenë antare Këshillit të Evropës edhe OKB-s edhe përfundimin e bisedimeve me Serbinë, ish dash që faktori politik shqiptar më qenë i bashkuar. Këto unë pesho tash po them edhe një herë për ati prizmit atij idealistit, edhe si idealist e shoh ashtu mirë, po në politik nuk ka idealizëm, aty ka interesa, ka prapaskena, ka domethënë mundën me konë edhe të paparashikuesh me koalicion. Mirë po, unë e shoh që Kosova veç do të me qenë funksionale. Do të krijon tek e fundit edhe ma mirë është me u zgjedh një qeveri se sa me jetu në këtë formë, në formë të anarkisë edhe pa u zgjedh institucionet. Cili do koalicion edhe çfarë do zgjidhe, ma mirë është me konë mu zgjedh institucionet e mu zgjedh përfaqësimi i Kosovës më kon nivel se sa me met të pa zgjedhura. Po unë penjurisë edhe përvojës që kam atje ka interesa edhe mundet me pas edhe paprituna. Po zgjidhja më e mirë kishte qenë që faktori politik me bën një koalicion përbashkët derisa të rrumbullaksu pavarësimi i Kosovës. Okej. Zoti Përlaska, mendimi ju i cili do të jetë koalicioni ose cili do të jetë qeveria, që si do duket, do të jetë qeveri vërtetë 3-4 partive të mëdha, apo do të kemi një qeveri pakicës, do të thotë që i ban votat edhe e krijon qeverinë. Gjithçka është e mundur. Partia që ka fituar më shumë të vota ka drejtën e para. Ata po thonë ke bebo qeverinë, edhe besoj që do ta bojnë. Shumë pak besoj që mundet me pas në ndryshim të madh radikal që të bëhen koalicion me partit më. Nuk ka mundësi, është thy shumë. Është thy shumë që nuk lën vend. Edhe nuk është e jona me kalkulu. S'paku unë jo. Po veç mendime tona, nuk pasojmë kërkanos. Në këtë mënyrë unë nuk mund me dhënë edhe shumë mendim që unë nuk jam apolitik, unë jam politik. Jo me pagesë, po politike, përkraj një parti politike tash e 30 vjet, 35 vjet, tash e kem 35 vjetorin kem plan edhe këtu me manifestu 35 vjetorin e LDK-s, nuk muj me konë apolitik, s'muj me dhonë një mendim, një fonton dëshirash. Unë nuk e besoj që Lidha Demokratike do të jenë një koalicion të mundshëm. Nuk besoj që LDK do të jetë pjesë e koalicionit? Nuk e besoj. Si që tha dhe kryetari Abdigjiku, tha nuk na kena fitu vota, qytetarët na kanë besu, më nalon në opozitë dhe na do të rrimë në opozitë. Nëse programi që ai e ka rregullu dhe e ka synim, e ka pas synim për 4 vjet e ardhshme, nuk aktivizohet dhe nuk jetësohet. Nuk besoni që mundi me koordinu Abdigjiku me koordinu programin politik, sepse nuk është ndaj farë Kosova 1.5 milion banor, dhe nuk është ndaj farë problemi që të koordinohen
Sa po të kemi një program të përbashkët të qeverisës, nuk është shoh fort edhe... Me Se s'ka partit majta djatha në Kosovë, nuk janë ashtë profilizume, ma shumë... Po të majta ka, është i majtë komplet. Ka mundësi, mu bo kjo, pasi që partia në pushtet s'ka pas program hish. Ka hynë zjedhe pa program, veç të shojt. Lidha Demokratike, më duket edhe PDK kanë pas program, edhe OK-a. Edhe vetëvendosja ka pas programi, ka pas 43 pika të veta të cilat... Dykun një 10 ditë pa u kry kjo, po një 10 ditë ka thonë diçka, po, se i krev të shojtmet. Lidha Demokratike një vjetë para ka programin Rrugare. Kanë mujë gjithë me lidzu, kanë mujë edhe me kopju. Po një gjatë tjilë nuk kanë bo. Kush e ka lidzu programin i LDK-s Rrugare, e shef që ka të ardhë në Kosova me atë program. Qëta partit politike dhe PDK-ja ka programin e Bedri Hamezës edhe Ramushi ka pas programin e vetë. Nuk dyshoj. Nuk është edhe vetëvendosja ka për 43 pika, që shumë pika dhe e konë atë mira, për shamë, dhe të vetëvendosja nuk mëna me udhë krejt poshta, kuptan. Mirë po, ju nuk besoni që mund të koordinohen programi LDK-s me vetëvendosja? Me vetëvendosja njësë jo, nuk e besoj. Spaku kisha me qenë shumë i dëshpërum. Po si kur t'ishte një, si kur e tha Shefqeti, politika që në ka interes, nëse është veç interes, edhe për një interes t'il thyhet një mit ashifort, e provum na 2020 me vetëvendosje? 2020 një ja bot korumin edhe është krejt okej? Provum, por zë qeverin kur dashtaj. Ja bon presidenten, hynë LDK ja boni presidenten. Po si kur ta ban tashti, opozita një qeveri, e se ban qeveria aktuale, ta ban opozita në qeveri, tjeni të bindun se në mars, në prill, kur ko mos gjithë presidentja, partia në pushtet nuk hinë në parlament me abo kurumin. Ato nuk mund të thëmë, ndoshta se të është edhe përvoja politike gjatë në qeverisje, është pak... Unë e kam një bindje t'ilë. Okej, zoti Moshkolaj, ju çfarë mendoni, a mundet ta marrëm, e kena aleancë për armërinë e Kosovës një parti e djathtë. Nuk është fort e qendrës, është ma djathtë bële... është djathtë, si parti e djathtë. A mund të ketë një koalicion komplet, sepse ka zora që thonë jo Fatmiri mundet me Fatmirima do të nisë me socialdemokrate, a mundet edhe kompleta kjo me pas një koalicion? Një pikëspori, menoj që duhet bëhem shumë të sinqert, që lëvizja vetëvendosje i ka fitu 22% të vota, publik që e ka votu. Do më thonë, duhet ja urojmë, na po në Gjermani, shemull, 27% i fitoj një partia ma e madhe dhe krejt Evropa ja uroj fitoren. Po në këtë fitore, kisha pas dëshirë të bashkangjiten gjithë rrëth 22%, apo 42%. Do më thonë, i kisha dhonë edhe pushtet, aqë përqinje se ka, i kisha jep edhe pushtetin, se cilit 22 vetëvendosjes, 20 për shembull LDK-s, 22 PDK-s, 7% aleancë, edhe me bashkëqeverisë bashk, edhe mi dal armikut përballë edhe politikisht. Nuk kem nevojë me hinë vija të frontit. Kem vija politike tash. Amerika nuk don luftë. Kështu mundem mi dal përpara armikit. Tash kjo lufta. Nëse nuk e bojnë këto, tamon pajtohen me fjalët e Shefqetit, një interes shumë privat, jo interes kombëtar. Edhe jam kundra e atyne. Nashta kom gabim. Jo, absolut është ne jemi vetëm ne si më të bashkumt janë. Mentor, ju keni qenë pjesë e luftës, keni kontribuar për çështën kombëtare. Pikërisht për atë ne nuk jemi që asnjëri për nesh që jemi këtu nuk kemi militant partive politike. Ne i dojna Kosovën. Kemi simpati, ne jemi simpatizant. Po, është krejt të thjeshtë, është krejt normale sepse simpati kemi për dikan më shumë, për dikan më pak, dikan për shkak luftës, dikan kanë për shkak punës, dikan për diçka tjetër, por publikisht e them që jam antar i Aleancës për Armërinë e Kosovës, po jam një antar i thjesht. Sot kam qenë kryetar për Zvicër, kom nal aktivitetin tim politik, po nuk jam larguar nga partia edhe i respektoj gjitha subjektet tjera, për mua janë gjithë vëllezër shqiptar, me mujt në politikë i mujt gjithë.
Politikisht, jo me mujt për të keq, po politikisht me mujt dalim partë, po duhet me përkra atë përqindje që ata populli e pranon. Unë ashtu e shoh. Zoti Cakiqi, mërgata jonë është një mërgatë jashtëzakonisht e fuqishme, edhe në aspektin ekonomik, ndoshta tash edhe në aspektin politik, sepse kemi në çdo parlament kantonal kemi dikon që na profesion. Kemi në Ceri për shembull 3 deputet, 3 asamblista, themi janë nga komuniteti shqiptar. Kemi në Bern Korabi është një djalë shumë i mirë dhe është deputet në kanton, në nivel kantonal. Kemi edhe në Gjenevë. Jo, në kanton, nivel kantonit. Jo nuk të folë për nivel qendror. Jo se nuk është Korabi është një djalë shumë i mirë, po është e partisë SVP. Për fatë kesesh nuk po më kujtojnë me emrin e tij, por është një djalë i respektuar, një djalë i mirë. Kemi shumë deputet. Rashiti, Korab Rashiti. Djali i gazetarit. Ismet Rashiti. Djali i gazetarit Ismet Rashiti. Faleminderit regjisë që më ndihmove. Kemi shumë njerëz që janë në jetë publike. A besoni që ka ardhur koha që diaspora jon, mërgata jon, mos më tham diaspor, mërgata jon ta ketë një këshill këto të vetin mbi partit zvicerone, sepse kemi në gjitha partitë kemi djatë, majt, edhe partitë tona që janë këto, për shembull PDK, LDK dhe vendosja krejt, ta keni këshill përbashkët dhe të veprojmë si diasporë apo si mërgat në bëjmë në avancimin e çështjes Kosovës. Para elementit federal këtu, para elementit evropian në Bruxelles, në Strasburg, po ta kemi si mërgat, sikur e kanë në hebrejt, e kanë në Gemeinschaft der Juden, ne kemi një bashkësi shqiptare e cila do t'i përfshirë dhe si cilën parti, si cilën subjekt, si cilën religion, edhe partit, edhe religionet dhe këtë bëmbi dhe ta kemi një korum ose një kryesi e cila do të vepronte si një zë. Është, unë për këto duhet me pas një projekt, zakonisht bashkëdhetar, po dhe gjithkun duhet projekti i bashkon idetë dhe i bashkon njerëz. Në vitet 90-a kem pas projektin për bëmjen e Republikës Kosovës dhe në vitet 90-a jemi konë shumë të organizuar, dhe më thonë kemi mbrëj 3-40.000 vetë njerëz në demonstrata në Berdë me organizu, me i bo, edhe tubimet ndryshme, edhe ndihmat e ndryshme, edhe ka qenë një mobilizim i hatashëm pse kem pas një projekt që në kem dashur me realizu. Edhe tash është mirë si mërgat me pas projekte dhe ide të caktuara. Është fati mirë që tash e kem televizionin TV Syri, kemi Alb Radion, kemi gazetat Svancik Minutën, botohet në gjuhën shqipe. Edhe në formë të shtypun, po edhe kemi EPS-in që është edhe në përgjitha telefonat edhe këto. Mundësia sot e organizimit është shumë më e lehtë dhe shumë e madhe. Mirë, po nevojiten projekte dhe nevojiten ide. Për çfarë po dojmë këta, po dojmë ata, po dojmë edhe unë e shoh që subjektet e ndryshme që ekzistojnë këtu, ish dashur me dalë me ide të ndryshme, me platforma të ndryshme, me propozime të ndryshme. Pastaj ne të gjithë mu afrua dhe mu bashkua aty, duke i shfrytzuar edhe këto mjetet e informimit, televizionet e radion e pak më herët zoti shtypin e saj. Përlaska tha se kemi pas 2 deputet që adhonit e 2 të di që kanë qenë këto kandidat, kantonin ku jetojmë, qytetin ku jetojmë ka kandidu, dhe po ti merrte votat e shqiptarë, vetëm 10% votat shqiptarë, të 2 do të ishin asamblista. Po mungesa ndoshta dhe informime, ndoshta mungesa një bipartijesh, mbi gjitha partitë. Unë mendoj që ne ka ardhur koha se secila parti të ketë deleguarin e vet, që mos të humbë subjektivitetin e vet, mirë po ta kemi një korum. Çfarë është mendimi juaj zoti Përlaska? Këto është edhe problemi. Ndoshta lodhja e tepruar e viteve 90-ta, në fund viteve 90-ta, populli është lodh. Janë marrë shumë gjeneratat të reja, nuk e njohin atë mirë, por na mentori ka qenë dhe në luftë prezent atje dhe kontributi i tij këtu dhe atje është shumë i madh ai shumë tjerëve. Tashti janë të marrë njerëzit me familjen pak më shumë. E nim shpesh herë se edhe vizitat janë rrallu. Jo, nuk janë rrallu, na kanë rrok veç hallet tona. Po sikur ti përkrahnim
këto ide edhe të punonin pak më shumë për çështje kombëtare, edhe për njerëz politik t'i kem lidhë në për komuna ose në për kantorin ku jetojmë na, edhe ne do të na fletën të jeta pak. Se partit funksionojnë. Çdo parti si motër e kërkon atë vetën shtet tjetër, edhe bashkëpunimet janë të mira, edhe financiarisht në njëra tjetrën, po edhe me personel. Edhe me personel. Na kem shumë djemë të vajza të reja që gjithanej Zvicrës, morë ku munu mi cek do emna, unë para 15 vjet dhe një djallë shumë të mirë, Zotin Sangall, që është në komunën e Villit, është asamblesë, edhe është një djallë shumë i Zotit, Arber Bullakoj, edhe është shumë i Zotit, që i ka ndihmu shqiptarët shumë, e shumë rrallë e kam një, më ka rarë në vesh, ty të kujtohet sigurisht ma mirë, sa ka kushtu një në shtetësi zvicrane në Zvicër, pora në 15 vjet dhe 20. Arber Bullakoj ka qenë i pari që e ka hapë këtë problem, edhe e ka pru për familje mu pagu 2500 frank për në shtetësi, që ka qenë 10 fishi, ma heret. Dhe thot, ka kontribu. Edhe nuk e ka moja, mi thonë dikush faleminderit, se absolut nuk merret me këtë gjonaj, po punon shumë edhe punon çdo ditë. Ka qenë kandidat Arber nuk e kam familjar edhe që kam familjar edhe nuk e përmena sepse jo, do të përmena, unë nuk e kam familjar, po e kam pas bashkëqytetar aty në Vill, kam jetu unë shumë vjet në Vill, po ka qenë një punëtor i madh edhe djalë i zgjut. Ka reflektu shumë. Ka qenë kandidati vetëm shqiptar deri tash për Shtederat. Do të thotë që në Shtederat shkojnë 2 prej kantoni Sangallës si ka 2 dhe në mesin e 2 ka propozu edhe Arber që është një edhe fatkeqësisht pak o përkra. Unë e kam përkra me këtë shpirt edhe këtu, me njerëz që kam mujt këtu, jam mënu me dhon votën me po është përkra pak. Zoti më shkolla, cila është ideja ju, cila është mendimi ju, çfarë është shumë produktive nëse i bashkojmë partitë politike shqiptare që ekzistojnë këtu në këtë forumin gjysmë legal, mos të themi se disa janë të regjistruar, disa janë as fare të regjistruar, edhe partitë politike zyrtare që kanë komunitetin shqiptar brenda, që ta kemi një forum bipartijak. Do të thotë cila parti e ruan subjektivitetin e vet. Për shembull, Aleanca mund të ketë me Partinë Liberale ose me SVP ose s'ka rëndësi, të ketë raporte si parti si motra, në DK ka dimite ose fryer ditë CFP, për më herët ditë CFP, partia PDK fatmirësisht këto vite është angazhuar shumë dhe ka arritur jetë anëtare e ADL-it, do të thotë partive liberale evropiane, që është i sukses pëse mos të jenë bashkë edhe me Partinë Liberale këto në Zvicër. Si vlerësoni këta që ta kemi na bashkë si shqiptar, si komunitet një ide tillë. Kisha pas dëshirë që partitë tona që ekzistojnë në Mërgat, ideja ka qenë që të shuhen të gjitha, edhe jam pro shurjes së partive politike në Mërgat. Nuk do të thotë që ne do të dalim nga partia politike, ne votën e qesim aty ku dojmë, po s'paktin edhe nëse nuk shuhen, ta bojmë një union bashkarisht, takohem njerë në muj, ta bojmë një përzgjedhje të kryesisë në Zvicër për bashkë, LDK, PDK, Aleancë, vetëvendosje, edhe dalim me një para Zvicranëve, dalim me një ofertë, jo secili me mënyrat veta, edhe po shkartojmë përqamje edhe të Zvicranë. Këta nuk po dinë me kanë më folë. Del Aleanca ndrysh, LDK për shembull ndrysh, PDK ndryshe, vetëvendosje si janë ndryshe. Ne duhet me dalë me një program, si Mërgat në Zvicër. Ajo besoj që të Zvicranët ja kish lecu edhe afërsinë më të madhe me shtetin e Kosovës, jo me dalë të përqamna. Se këta po na kanë hetu edhe na njohin shumë mirë se cilin njeri, se cilin familjen në Zvicër në ngele kanë, e dinë për se cilin njeri. Nuk kem nevojë na një shit këtyne pralla e kashelashe. Po ta afrohem me kombin ashtu që duhet. Unë kështu mendoj. Unë përshëndes zotin Qasim Zena, i cili mendon që nuk ka nga Guxo dhe lista fituese vetëvendosje. Lista fituese vetëvendosje dhe Guxo kanë qenë ftuar, kanë lajmëruar që do të vinë, po për shkaqe familjare zoti Heredin Gashi, zoti Zena nuk ka mujt me marrë pjesë dhe na vjen keq, por besoj që Haradini do ta kemi shumë shpejt si koordinator i cili është, ne më tepër që ju bëjmë ftesë, nuk kemi çka ju bëjmë. Sa i përket mentorin e njohim gjithë dhe kemi meke dhe nuk është ndaj farë problemi madh.
Ne e kaluam më tepër se një orë diskutim, biseduam për shumë gjëra, por ajo që është ma shqetësuese dhe ma brengosëse për mua është çfarë mund të bëjmë ne si Mergat për të mirën e përgjithshme. A mund të kemi investitor, a mund të organizojmë investime në Kosovë. Për shembull, unë punoj në postën time ku i për me miliona dhurata, asaj kemi çfarë mal vjen akte 2 herë Krishtlindje quhet, që njerëzit që kanë marrë dhurata i kthejnë. Dhe ato dhurata për shembull shkojnë për shumë shtete, për shumë vende. A do të ishte mirë që në ditë kemi ato dhurata me qindra miliona të shkojnë në Kosovë. Çka duhet me bëne, a kemi fuqi si diaspora ose si Mergat që këto ti kanalizojmë drejt Kosovës. Unë po mendoj prapë, masi më drejtova mua. Edhe besoj edhe po Imran, mos ta markohen shumë. Faktikisht ne duhet ta bëjmë një projekt vetë si Mergat, t'ia dërgojmë vetë shtetit ton, të pranon një gjatë e tillë që ne ti drejtohem shtetit Zvicran me gjana konkrete, jo me fjalë boshe, edhe Zvicra sikur i ka hek taksat për çdo prodhim të Kosovës që vjen nga Kosova, nuk marrëveshja e tregtisë lirë është sukses. Domethënë Zvicrën e kem një mik si kombi shqiptar ka mik, edhe në luftë i ka hap dyert edhe i ka majt afër 1 milion shqiptar. Edhe ne nuk di me i shfrytzu këtu afërsi që i kemë me Zvicrën. Këtu besoj që fajin kryesore ka vetë udhëheqja në Kosovë, gjitha qeverit, po dash me imshu asnjë në qeveri, nuk kanë ditë me punu me miq. Kanë këshyrë interesat personale dhe na kanë lënë pak si fëmijë jetima. Gabimi është nga Kosova. Zoti Përlaska, besoni ju që mund të ne si Mergat bashkë me komunitet, po me shtetin Zvicran, sepse ne dim se deca ndan 3-4 milion vit për vit ndihma për Kosovën me projekte të ndryshme, deca kjo është qeveria zvicrane, mirë po ne si komunitet nuk di që i qojmë 4 milion për ndihma sociale në Kosovë. Përpos që mbështesim familjet tona, mbështesim ekonominë kosovare, sepse ndërtojmë, punojmë, krijojmë mira tona personale për veten, ato janë investime, mirë po nuk kemi investime shoqërore, do të bëjmë një a ka mundësi Kosovë, Mergata jonë pak më shumë të animon Kosovën? Po sigurisht se po, po prafërsisht ma herët tu përgjegja në këtë pyetje. Të shtina tu morë me vetë shumë. Të shti ka radha është të shteti. Shteti ka të gjithë mekanizmat për me ushtru një gjatë tillë. Po sikur shteti në përmet konzulatave dhe ambasadave, e konzulatat e ambasadat e morën autorizimin për shtetit, krijojnë grupe punuse për gjona tilla, për humanizëm, për kriza, për krizash. Por na në këna të mu shkollën Shqipe me aktivizu më në burë. E kem shtet, e kem aktivizu në atë kohë kur s'kem pas shtet. Kem qenë shtet paralel, e ka funksionu shkolla Shqipe fort mirë në të gjitha kantonët. Tash me bo veç pak me pas aftësi, krijohet ajo mundësi, Zvicra e mundësën, që nëse bohen shkollat Shqipe këtu, aktivizohen, mundësia është shumë reale që mësues tanë mu pagu për i shtetit Zvicran. Po, ka shumë kantone që e bajnë, për shembull. Ka shumë mundësi reale, por një gjë të tillë as që ju vjen aty në mend se nuk janë të kohës, janë të dakulashin, nuk janë të pas kohë mu marrë me ne. Nuk e thash rasisht, unë e përmena një valën syllë se në ato të gërnash. Por nër tavolin, të gjithë menojnë njëjtë. Hiç sina më të mirë nuk menojnë ata tjerë. Do të ata na kanë ne vesh trampolin. Më shku edhe me kalon diçka tjetër. Diaspora e ka mundësin jo 4 milion, po 444 i mbledh për një kohë shumë të shkurt. Janë të mbledh për gjona fetare që po kërkohen, aq shpejt po mbledhen milionat. Jo mirë e kujtojnë për një drejt, për një xhami, për mërëna 24 orë i kanë mbledh 4 milion shqiptar. Këtë në rregull, po ty na kanë prezantuar keq. Po mirë të ka prezantuar keq se o të të lon vend shteti me kriju dhe gjona të tilla. Po sikur shteti të punonte me ne. Kërkoj fali për fenë, që feja nuk fal. Jo, nuk është temë, to po. Që na prezantojnë. Deshta edhe zoti Caki që mendimin tuaj çka mundena me bë, mundna me bë diçka.
Mundum shumë, mirë po e thash edhe më përpara. Vetëm duhet me pas projekte, pa u lidhur në një projekt, pa e pas një projekt. Për shembull, që ndodhen vërshime të drenas atje, le që si mi ka na të organizuar për emërgate, po shteti si shtet nuk ka intervenu që me ndihmu vërshimeve që kënë. Ose fatkesit të ndryshme, rastet të ndryshme, ishdashna, për para kemi pas shoqatën humanitare Nën Tereza, cila ka bashkëpunu ngusht me Caritasin, kemi quë me kamiona ndihma, kemi quë me mija, po me miliona mija edhe në frank. Vetëm nevojitet me pas projekte, edhe që ato parti, që ato subjekte që ekzistojnë këtu në Zvicër, me i prezentu që ato edhe me boni ftesë kolegiale në mes, edhe me bot me realizu në atë projekt. Unë kam besim që, për shembull, ishdasht me shtim përdorim edhe mjetet e informimit, që TV Syri, për shembull, Alb Radion, ne kemi 20 minutën, edhe organizimin, strukturën që i kemi, që to çka janë, me mobilizue, po duhet me u boni projekt. Kjo ngusht me institucionet tona, me konzulatën, me ambasadën, me njerëz të në Kosovë atje, po thëmë që mungesa e projekteve është paka shumë. Tash na, qërë veç njëra, po përmena pak përpara, për shembull na i gëzohemi do dronave Bayraktar, që jenë do drona e ka marrë FSK atje, a nuk kemi një helikopter. Një helikopter për ndihmën e parë, sa njerëz vdesin për shkak që s'kan mundësi shpejt me shku te spitali, se nuk ekziston një helikopter i ndihmës parë. Nuk emergjencë. Nuk e kemi një helikopter për policinë edhe për ndihmën e shpejt. Kjo pse nuk ju roplom, pse nuk ju rok pak truni aty në njerëzve në Kosovë. Edhe i gëzohen një droni Bayraktar, cilë nuk guxojnë me lëshu pa lejen e NATO, se këfojt. Është në rregull, po. Ose paka shumë, që unë do vene jemi dëshprum edhe me popullin tem atje, pse ju beson shumë premtimeve dhe politikanëve. Po e zonë, që Prishtina, çfarë është qendra e politikanëve, qendra e partive politike, qendra e këtë Kosovës, 27 vjetë krenohemi me prekazin e me epopejnë e UÇK, se gjitha ato, as një shaj për respekt nuk e kim Prishtinë. 44 vjetë për demonstratave të të njëtës i ides për Republikën e Kosovës, as një shaj në krejtë Prishtinë nuk e kije një shaj që mund heqë këtu mlidhemi e përkujtojmë demonstratat e 1981. Sa e përmenëm Reçakun, përmenëm, që të po thëmë, pse janë populli jo në shqaq nuk i sheh, edhe janë në qendrën Prishtinë, që aty janë gjitha partit, është qeveria, tëna. Nuk e kije një lapidar që është për viktimat e Reçakut. Kjo është në thëmë pse njerëz të nuk i shohin këtu. Ose i plak, po me pa pas popuj tjerë, krye qendrën e vetë i këshim bo, se cëllin objekt i këshim bo, për kujtimin e këshim bo venin e nërimit e respekti. Na bojmë epopeja UÇK, se prekazë, po hajtë, a kje dikun Adem Jasharin Prishtinë? A kje dikun një plak për kujtimor, ku për kujtojët që e ditë 5, 6, 7 mars, nuk e kje? Ose demonstratat e 81-ës, 44 vjetë. Ajo që unë e kam propozu dhe kam dhënë se ide shumë herë, po desh në planim këtë pak të TV Syri, pasi që u përmendën TV Syri. TV Syri është i hapur për çdo kanë që ka një projekt kombëtar. Nuk ka rëndësi. Lërështë të lajmërohet zoti Musti Sahiti, drejtori i televizionit, mund të thirrë edhe gazetarë tjerë të TV Syrit, cilin do besimin ka do. TV Syri është jo 99, po 100% në shërbim diasporës dhe projekte kombëtare. Edhe i keni ftu në debat, i kemi ftu dhe vazhdimisht në debat. Dyert janë të hapura, ne kemi kohën tonë në dispozicion projekte kombëtare. Por ajo që unë po du me thënë dhe kam thonë shumë herë, jo vetëm në studio, po kam thonë edhe kështu për mes meqve dhe dashamirëve, mua ajo që mas shumë të jemë dhemë, i kemi 1200 pa gjetur ende. Prishtina do të ishte, është tërë për kryetarën e Prishtinës, shkur do të jetë, më falë Vilson se është nga LDK-ja, por mund të ketë edhe nga parti tjera, pa garancia e punë, ka pas edhe partive tjera gjithë. Ne nuk i kemi ata emrat aty në njerëzit që na mungojnë kur vjen një delegacion nga bota jashtë, më thonë ja, se çoni, ne kemi 1200 fëmijë të vramë. 1400 fëmijë të vramë. 1400, edhe 1200 gjardat e ne të pagjetur. Kur do ta i ktheni?
Pra do thotë kjo është dëshira ime, por mirë. E dhash Zotit që në ditë kjo dëshira ime të plotësohet, besoj që është edhe juja që kur shkojmë në Mekë zvetran në politikanë thajmë ja, ky është kombisem, ky ka bë këto. Pyetja ime e fundit është çka duhet ne me bë për Preshevën, për Luginën. Lugina është dhembja jonë kombëtare. Çamëri nuk mund ta kthejmë, nuk mund të bëjmë diçka. Nuk mund të çojmë mbetare kur nuk dinë as shqip. Por në Preshevë, çka mund të bëjmë ne si diasporë ose a mund të bëjmë presion politik dhe moral që qeveritë tashme të mbështesin Preshevën. Cili është mendimi ju për gjithë shkon Wilson? Mendimi jam Presheva duhet më bashku Kosovës. Veç ashtu i bëj. Veç ashtu i bëj. Me çfarë kushtesh, me çfarë rrokadash, me po nuk e di qysh, po derisa Presheva është në Serbi, kur populli shqiptar atjera ati s'ka më pas. Medvegja u zhduk. Ka pas barabar, bile ma shumë ka pas shqiptarë se serbë aty. Sot s'ka më. Bojanovci është në qatë krizë. Nëse vazhdojmë kështu dhe Presheva, presion ka çdo ditë. Po, definitivisht ju fshihen adresat, ju fshihen gjithë i bodi. Nuk mujmë na si diasporë me bë diçka të madhe për ta. Këtu do të mu bë me marrëveshje politike. Ne na tu mashtru që kena me kthyja ato farkatonët që shtirën për te Mitrovica atje, si ato far që shtirën ato fshatra atje kot. Kjo ide ka qenë e hershme, edhe ka mu zbatu herë do kurda. S'munësh me morë pa dhonë diçka. Kufit drejtohen, këtë jetën janë drejtu kufit. Në këtë botë. Nëse na që kemë mulltu me kere, kemë shku në Kosovë, i kemë rana për Itali, kemë dojnë në Sloveni, e shes si ta kalojsh Gracin, ata Austrianë të thojnë Mariborit në ryshe. E thirin ne më në vetin. Tërsta, na kujtohet na, jena konë 3, kur të ishin... që ashtu dyqysh, të ishin e hapim jetën e tërstën, po tërstën e kanë morë ata. Janë do gjonat dhimshme që duhet besoj, politikanë tonë, mi bo do gjonat dhimshme për me pështu atë popull. Janë të i hjek keq. Unë një kam shumë shokë e miqë për i Presheve, e për i Medvegje, për i Bojanovci. Si komentohet kjo, se për shembull media tonë shumë pak dëgjohet për fshirjen e adresa, ose shumë pak thirrën musafir nga Presheva, Bojanovci, fatkeqësisht edhe unë personalisht e ndi vetën shumë të mangët dhe një formë fajtor që shumë pak kam bërë dhe vetë për emisione për Preshevën. O shumë vështirë me folë Mark për ta se si të flasim, siguron që folë ashtesh, na jena shumë të thirrën mi u thonë njerëzve tradhtare, antikombëtare, penrën venin, e peshet venin. Janë gjona që ndodhin, mërgur. Gjatë historisë ka ndodhë. Janë gjona që ndodhin. Stambolli ka qenë kryeqyteti i Greqisë antike, është pjesë e Turqisë ajo ndodh, ajo është gjëra që ndodhin. Keni diçka më shtuar këtë ide për Preshevën? Unë jam pak optimist. Unë isha vjetë e kom vizitu, isha në Preshevë edhe në Bujanovc, edhe këta 3 tonë po lidhen edhe kam vajzën të martume në një fshat të Preshevës, dhe më ka gëzu fakti se ato fshatra janë vitale. Atje ka ndërtim, ka përparim. Për shembull, unë kur të udhëtoj nga njëherë që kjo pjesa prej Kurshumlisë deri Nish, ato fshatrat e serbëve janë të thata. Të gati totalisht pa banume. Në fshatrat që janë shqiptare, ku heshti, për shembull Luginë Preshevës, fshatrat shqiptare janë vitale, janë ndërtume, janë shtëpiat, janë tokat punume, të na këtu, unë e shoh me një farë optimizmi. Tash, kjo edhe idenë që e tha edhe Viktori, për shembull për shkëmbimin e territoreve që të vjenë në pyetje, po edhe që të vjenë në pyetje nëse Serbia pranon ligjet e Evropës, pranon me hinë Bashkimin Evropian dhe pranon ligjet e Evropës, unë kam bindjen që ka me pas perspektivë Lugina e Preshevës edhe kemi një mbështetje, një mbrojtje të mirë. Na duhet ta kemi projekt kombëtar lidhjen e autostradës
me dalë pej Gjilanit në Preshevë, e cila lidh Preshevën edhe lidh Kumanovën, se lidhemi edhe me viset shqiptare edhe në Maqedoni edhe viset luginën e Preshevën. Kjo ishtë dashtë, ndoshta projektit kryesor mas këstinej të autostradës që kemë pas me rrugës kombit, ishtë dashtë kjo, se i shumë lidhë më përmes Gjilanit të në Konqull atje dhe në Preshevë, i shumë lidhat Lugin edhe i lidh me autostradën që lidhet me po edhe i shumë dalë, edhe më e mirë se kjo, sa ti është lidh Kumanovën për Preshevën edhe Gjilanin. Kjo ishtë dash më konë projekt, po që neve na mungojnë idetë dhe na mungojnë projektet e në qito projekti ishtë dash dhe na si mërgjimtar, nëse ishtë formuni që so ideje, tonë këshin kontribut, tonë këshin dhonë të mandë, edhe mërgata se ka dhe mërgjimtar pej Luginës Preshevës, edhe pej Macedonisë, se ajo është interes nacional, ajo autostradë që lidh Preshevën, Kumanovën, Gjilanin. Mentor, keni ju diçka më shtu kësa ide? Do t'jem maj shkurt, do t'bi pak ndesh me mendimet e dë paraforcëve të mi, ne nuk kem toka prap me dhonë, kombit shqiptari ju kanë marrë toka shumë, e përmeni ko shumë linë nishin, djetë që janë toka shqiptare, na ma shumë mund me folë për ato toka, para në faktorin ndërkombëtar, mu kërku ato toka, mu këthy të populli janë, me s'folim për këtu që ka i kem me dhonë prapë. Po më doket që shqiptarët kem dhonë shumë toka, edhe nuk jem dakord me ndru territore, na mundëm me kërku ma shumë, edhe duhet mu forcu si kom ma shumë edhe me menu një dit më artë të konshumlia të nishi. Unë menoj, aty i kem pikat tona, Presheva e Medvegja Bujanoci, duhet mos të lëshojnë vendin, mos të shesin tokat e tyre stërgjishve tyne, edhe pse Serbi i fshin adresat, ato adresa janë të regjistrume, edhe çdo kush e din që ato toka kanë zot, mos dërzohem, si jem popull i vjetër, popull stoik, edhe do të qëndrojmë ashtu që shek në kohije. Menoj, nështë e më ka thëmë shumë, më ka folim, po duhet me kërkut shumë të në për me marë pak, ma pak. Duhet me kërkut shumë të për me marë realit. Jo me folë për pjesë tona, nuk jam për me shku. Nuk besoj që ne kemi toka se pjesë me dhonë Serbisë, sepse na kanë të kur, na kanë zvoglu, se kemi pas i leshtë. Aty apet po bim të deputet, me orda njoj Preshevës Kosovë, është mirë si i qetë ato probleme që i shpalos mërë në parlamentit. Edhe në Shqipëri me pas në përkesh. Para disa kosh, besoj është gjysmë viti apo një vit, nuk jonë maj, ka qenë maj vitit të kaluar, atë bo një vit. Kem pas në kujtorin e parlamentit të Europian zotin Rene Vajland këto, dhe kemi bisedu më për këtë tem, pas taj 2 dit mbrapa, ka shku në Parlamentin Evropian dhe ja ka drejtu një letër kryeministit Serbisë, ku i ka kërku që mos shlyhen dhe ketë kujdes me shlyhen e adresa shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc, madje ju madje pas për këty, se ka bon gjohën angleze, unë jam i dop gjohën angleze, por e falenderoj zotin Cakiqi. Kështu, ne kalu më tepër se 1 orë gjysmë, dhe ne kemi shumë për të folë, mund të folim edhe gjatë. Mirë po, unë kisha pas dëshirë ne si mërgjimtar, ta japim ka një mesazh. Cili do të ishte mesazhi juaj, zoti Moshkolaj? Unë si mërgjimtar, edhe si shqiptar, prap do të uroj gjithë shqiptarët, edhe uroj çdo të mirë shqiptarëve, të jemi sa më të bashkuar, pa këqyrë regione, parti politike apo fe, të jemi bashkuar, qëndrojmë besnik, se që tash e kem një proces më të fort, në ka ardhur koha kur Amerika do t'i vendos shumë gjona për Ballkanin, për Evropën, edhe të përfitojmë ardhin e Trumpit, edhe të fitojmë si kom ashtu të dalim faqebarë që shkem dalë çdo herë. Jem popull i vjetër, t'i tregojmë botës ata që jem, mos paraqitëm si një popull me kulturë të huaj, po me atë tonën. Ju përshëndes juve edhe suksese televizionit, faleminderit për ftesën. Televizioni nuk është i joni, televizioni është i gjithë shqiptarëve. Pikrisht për ata. Dihet se unë e falenderoj, sinqerisht po e them kështu, jo pse nuk kemi, ne me muslimin jemi shok të mirë dhe nuk kemi këtu nuk ka kurfar problemi, por punën që e bën muslia, munën që e bën, shpenzimet që e bën muslia, unë jam mirënjohës.
Zoti Përlaska, ju cili do të ishte mesazhi ju, çfarë do të na thonit për fund? Për pos mesazhe dëshirueshme, momental mesazhi i vetëm që është ta krijojmë sa më shpejt qeverinë dhe të punojmë. Je vetëm gjë që popullit shqiptar. Do thotë maksima punë, se tjera nuk ka, me lafë nuk ka. Jo, nuk kem fjalë, nuk kem kohë. Në skomca të shtyme i morë mjaft. Me të vërtet ka nevojë, e tha shumë mirë mentori, ta shfrytëzojmë një kohë të artë. Është presidenti Trump i cili bota po i frikëzohet, e na jem të marrë si të thjesht këtë punë. Kem mundësi me i tregu botës që tani e dojmë vetveten, e dojmë vendin tonë. Zoti Cakici, cili do të ishte mesazhi juaj? Edhe unë jam optimist dhe jam i bindur që ky shekull është shekulli shqiptarëve dhe unë kam bindjen se si popull që jemi edhe me gjaktëri, edhe me entuziazmin cilin e kemi, me pas 2 shtete, edhe me pas një gjysmë shteti në Maqedoni, edhe me pas subjekt edhe në Lugin, edhe në Malin e Zi, janë elemente të cilat dhon shpresë dhe më dhon një farë optimizmi, kështu që vetëm uroj të kem frymë bashkimit dhe mirëkuptimit edhe të ecjeve të proceseve përpara. Se me një Shqipëri antare në NATO dhe tash kandidate për mu antarësu në Bashkimin Evropian, tash na jemi me një shpinë shumë të fortë, dhe më ne kemi Shqipërinë, edhe shteti i Kosovë, konsolidimi i dëshiroj që të konsolidohet, dhe konsolidimi i shtetit të Kosovës, edhe i Shqipërisë, e bën të anashtë që të njënë sigurt edhe Lugina e Preshevës, edhe në Macedoni, edhe në Malëzia, gjithashtu. Përshëndes edhe faleminderit për kontributin edhe mundësinë që për na jep më u shpreh. Gjithmonë është hapur. Unë duhet të them vetëm ata që ka thonë profeti i Dardanisi Ibrahim Rugova, Kosova, shtet i pavarur është kompromis. Sepse ne kemi humbur shumë. Kemi humbur si kom pjesë dhe territore vazhdimisht. Kosova nuk ka çka humb, por ka qenë një kompromis për të pështuar bërthamën e shqiptarëve në Kosovë. Ne e dim, 98-99 me qindra mijëra shqiptarë dhe buën. Kosova me ushtri dhe polici u dhënua, u terrorizua dhe u vra. Mirë po falë Zotit, falë politikës, falë ushtrisë shlemtare të Kosovës, e cila me gjakun e saj vendosi themelet bashkë me Ibrahim Rugovën, sot ne jemi shtet. Një shtet i cili ka miq, por dhash Zotit që Kosova kur mos t'i hup miq, sepse në traditën shqiptare ka qenë shtëpia pa miq nuk ekziston. Por edhe shtëpia pa miq nuk ka me ekzistu. Ne kemi një armik i cili nuk njeh ligjet e luftës, i cili nuk respekton viktimat, i cili ka ditë me bë gjenocid në Srebrenicë, ka ditë me bë masakra në Raçak, që atë njohur ndërkombëtarisht, por dhash Zoti dhe dëshira ime është që atë që ka thonë i madhi Ibrahim Rugova, apo profeti Dardanis, ta kemi një shtet bashkë me miq. Të dashur shikues, këtu po i falenderoj të 3 panelistët, ju them edhe një herë faleminderit për kohën, sepse vërtet këtu jemi vetëm vullnetar, jemi njerëz që japim mendimet tona, japim idetë tona, nuk përfaqësojmë, nuk vendosim ne se çfarë vendosin në Prishtinë apo në koalicion apo kë, dhe nuk kemi dëshirë të mësojmë, por japim idetë tona dhe idetë tona dhash Zotit që të ndëgjojnë ata zotërit atje, dhe të bëjnë ata që ne si mergat e themi. Për fund dhe dielën e ardhshme, miru pafshim dhe natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë.